Selam aleikum me mirëmbrëma, të dashur e të nderuar shikues e dëgjues të rrëtëve pendimit dhe mirë se ritakohemi me emisionin ton të rregull javor fundjavë me profën. Jemi më 18 prill me mysafirin e radhës nga fusha e mjekësisë, një doktor jo pak i njohur, po goxha i njohur. Se për kë bëhet fjalë, vjen nga fusha e patologjisë e njoftojmë vetëm pas të kemi dëshiruar mirë se ardhi mysafiri. Doktor, selam aleikum dhe mirë se erdhën. Aleikum selam, faleminderit për ftesën. E kënaqësi që kem në studio bëhet fjalë për doktor Fisnik Koshomlian. Doktor, titull i madh. Po. Punë fisnike, punë e madhe me pështu njeri, po t'ja nisim prej fillimit të emisionit. Ai fisniku i vogël, më ka thënë mua, a ka dashur të bëj mjek kur qenë i vogël ajo? Faleminderit për ftesën, për mua është një kënaqësi e veçantë, jam në mediumin tuaj, dhe pak a shumë të jap disa kështu opinionet mia, disa fjalë lidhje me jetën time, zhvillimin tim profesional e akademik e kështu me radhë. Nëse kthehemi në fëmijëri, do të thotë fisniku i vogël ka qenë një nxënës i zellshëm, i cili ka qenë ambicioz, do të thotë i ka kryer detyrat me zell, dhe sikurse çdo fëmijë ambicioz, qëllimi i tij ka qenë që të jetë, të themi, i miri, më i miri në klasë, e kështu me radhë, të kryej detyrat, Një garë pozitive kjo. Një garë pozitive kjo. Po, në përgjithësi, po, për shkak se këtu ka qenë impakti edhe i edukatës familjare, natyrisht. Mirë po, normal, edhe unë mendoj se ka qenë edhe fillimet e rrugtimit tënd individual, të cilat ti ka përcaktuar krijuesi yt. Ashtu se natyrisht se njeriu është, çdo njeri ka rrugtimin e vet jetësor, dhe në atë rrugtimin e vet jetësor do të thotë lidhet edhe përzgjedhja e profesionit dhe zhvillime tjera jetësore të cilat do të thotë nëpër të cilat ai person kalon, natyrisht edhe sfidat e ndryshme me të cilat ballafaqohet në jetë. Ashtu se fisniku i vogël praktikisht ka tentuar me kry obligimet, punët të cilat ju kanë dhënë, dhe natyrisht ka pas respekt ndaj arsimtarëve, mësuesës, mësimdhënësve, dhe ajo ndjenjë e respektit dhe e konsideratës ndaj mësuesit nuk më është hequr kurrë, dhe realisht ende ka mbetur i njëjtë në shpirt. Do të thotë dhe unë për dikën sot mund të jam mësimdhënës dhe profesor, mirë po kjo është në fushën time, kurse jashtë fushës time ende jam nxënës, kam qejf të jam nxënës, që në kuptimin që vazhdimisht për si rezultati i tendencës që vazhdimisht të evoluoj si person, si qenje në aspektin intelektual. Pra, unë edhe në ditët e sotme, kur jam në prani të një personi tjetër i cili është profesionist i asaj fushë, unë nuk flas por ndëgjoj dhe e marr rolin e nxënësit dhe tentoj me absorbu, do thotë, fjalët e tij në mënyrë që ende të mësoj diçka të re, sepse mendoj që njeriu edhe duhet të jetë qëllimi i njeriu që në vazhdimsi të evoluoj si krijesë, sepse e kemi edhe është një nga detyrat tona në një mënyrë që vazhdimisht çdo ditë të mësojmë diçka të re, edhe të inspirohemi dhe çdo ditë të gjejmë inspirim nga njerëzit e ndryshëm, nga figurat e ndryshme, në funksion të asaj që ta fisnikrojmë qenjen tonë në vazhdimsi. Jeni rritje në shkollën Prishtinë? Jo, unë praktikisht kam lind në Mitrovicë, jam nga Mitrovica, dhe atje i kam kryer shkollën fillore dhe shkollën e mesme. Pastaj në vitin 1993 regjistrova fakultetin e mjekësisë dhe pata fatin që të pranohem në fakultet mjekësisë, mirë po në atë kohë ka qenë një situatë e rënduar për krejt shoqërinë kosovare, sepse në vitet e 90-ta ka qenë një transformim radikal i jetës në Kosovë si rezultat i marrjes së autonomisë Kosovës në atë kohë nga Serbia dhe uzurpimit të gjitha institucioneve tona,
Kështu që në atë kohë kur unë praktikisht gjatë shkollimit tim të mesëm dhe me fillimin e fakultetit, këtë shoqëria kosovare kaloi në një sistem paralel të zhvillimit të jetës realisht, dhe kështu ne rastisi që në vitin 1993 kur unë regjistrova fakultetin e mjekësisë, ne mësimet i kryenim në shtëpi private dhe në objektet e improvizuara. Tani ndoshta mos të zgjas shumë, po. Kemi kryer mjekësi? Jo, shkollën e mesme e kam kryer në drejtimin matematikor natyror. Për shkak se, t'ju them të drejtën, unë duke qenë një fëmijë kështu ambicioz, gjithmonë kam dëshirë të më u sfidu me atë që është më e vështira në një farë mënyrë. Dhe natyrisht në atë kohë drejtimi matematikor natyror ka qenë më i vështirë dhe ka qenë më kërkuesi, sa i përket të mësimeve, kështu që për mua ka qenë e natyrshme në atë kohë që do të shkoj aty ku janë kriteret më të larta dhe ku është më së vështirë. Dhe pastaj gjatë shkollimit të mesëm praktikisht në atë kohë nxënësit e mirë dhe ambicioz shkonin në përzgjedhnin njërin nga dy drejtimet e vështira. Në atë kohë ka qenë mjekësia dhe elektroteknika në atë kohë ka qenë, fakulteti elektroteknik. Do me thonë, ajka e nxënësve të mirë shkonin në këto dy drejtime. Me që unë, për nga karakterin, nuk kam qenë shumë si tip matematikor, do me thonë si dikush që bën kalkulime, që bën formula, që zgjedh formula kështu me radhë. Do me thonë, unë e kam gjetë veten më tepër ka drejtimet humane, do me thonë drejtimet mjekësor, ka drejtimi mjekësor dhe natyrshëm, do me thonë ka qenë edhe përzgjedhja ime drejt fakultetit mjekësisë. Mirë, po gjithashtu duhet të them edhe një gjë se atëherë gjithçka ka qenë më e lehtë në kuptimin se nuk kemi pas edhe shumë opsione. Do me thonë, nxënësit e mirë janë shku ata me sukses të shkëlqyshëm, janë shku në njërin nga këto dy drejtimet, të mesmet janë shku në drejtime, në një numër saktuar të drejtimeve, edhe tjerët në një numër tjetër të drejtimeve. Tani, na jemi të bombarduar me drejtime të ndryshme, me universitete të ndryshme, me opsione të ndryshme. Nxënës këmbgulës të student këmbgulës që ti që duhen mos sfiduse. Po, është e vërtet. Unë realisht edhe nuk e di shkakun, unë kam qenë fëmiu më i vogël nga 5 fëmijët, dhe t'ju them të drejtën me mu nuk është se janë marrë prindët atë shumë. Realisht. Pas mbijetesën, eksistencën kemi pas atëherë parsore. Po. Për ata që studinë vitin 90 deri në vitin 2000 kanë qenë lufta për ekzistencë, për mbijetesë. Absolutisht, vetëm ata kush ka jetuar në atë kohë, dhe unë e them edhe kush ka studiuar në atë kohë e din. Do të thotë se nuk e kam pas fatkeqësinë dhe fatin, si në njëjtën kohë, të gjithë si ne që ta jetojmë atë kohë. Se sheni, do të thotë ka njerëz që kanë jetuar për shembull, kanë kryer studimet në sistem komunist më herët, kur i tërë procesi i studimit ka shku pa ndonjë vërejtje, do të thonë ka shku në mënyrë institucionalizuar dhe gjithçka ka qenë në binar. Kurse në kohën tonë ka qenë një 10 vjetësh, një 10 vjetësh ku jeta është zhvilluar në sistem paralel dhe njëkohësisht edhe mësimi është zhvilluar në sistem paralel. Pas asaj prap është normalizuar, të themi, sistemi i shkollimit dhe jemi realisht pak gjenerata të cilët ne e kemi pas me plot gojë, po e them, fatkeqësinë dhe fatin që të studiojmë në atë kohë, sepse ajo kohë ka qenë më të vërtet unike dhe unë tani kur e shoh prej kësaj kohë, prej këtij vështrimi, unë konsideroj se një farë mënyrë ka qenë edhe bekim për neve që ta jetojmë atë kohë, sepse konsideroj se për disa gjana kemi rezultuar më të pjekur, më të suksesshëm. Edhe më të suksesshëm. Tash, për shembull, kolegët e mi të asaj kohe, tash janë kirurg, internist, kardiolog të shkëlqyeshëm dhe të shumë të suksesshëm në vendet evropiane. Patologji si përfunduan patologji? E zgjodhët që nga fillimi apo gjatë rrugtimit të studimeve? Tash do t'i tregoj. Do thotë unë pasi që zgjedha unë në fakultetin e mjekësisë dhe hyra në fakultetin e mjekësisë duke u bazuar në premisën se do ta marr ajo që është më e vështira dhe aty do ta fokusoj energjinë time.
atëherë unë fillova edhe në mjekësi, njeriu ballafaqohet me lëndë të ndryshme të mjekësisë. Do të thotë fillon me disa lëndë bazike, siç është biologjia, biofizika, kimia, lëndët bazike, të cilat i kemi pas në shkollën fillore. Dhe unë t'ju them të drejtën, tani është edhe një gjë karakteristike në fakultetin e mjekësisë që kur e shiqoj pe kësaj kohe dhe pe kësaj perspektive, e menoj në këtë mënyrë. Shini, në fakultetin e mjekësisë, për shembull, përfundojnë këtë nxënësit më të mirë të Kosovës, pësojmë. Dhe me thonë, si nga viset urbane, si nga viset rurale, ata që shkojnë në provim të pranues së fakultetit mjekësisë, të gjithë ata janë yje në për vendet e veta. Apo të gjithë kanë qenë nxënësit më të mirë të klasës, gjithmonë janë të shquar edhe nga arsimtarët e tyre e kështu me radhë, dhe të gjithë ata ka qenë pak shqetësues dhe shka do më na dalë. Tash mirë po kur akumulohen të gjithë ato yje të gjitha viseve të Kosovës në një vend, aty të gjithë janë të mirë. Dhe aty secili e shet që ndoshta unë nuk jam edhe aq special, se edhe tjerët ka aty që janë të mirë. Dhe ajo është ballafaqimi i parë që ti domethënë kur shkon në një ambient ku janë koncentruar tash elita e nxënësve të mirë, edhe atë e sheh veten se ka dalë se këtu nuk janë vetë. Po s'ka të mirë. Edhe ndrojnë, edhe kjo është për shembull, kjo është një thyrje për egon ose një sfidë e egos së njeriu. Domethënë sepse ti je mësuar me qenë më i mirë, po supozoj, mirë po kur rritet konkurrenca është tjetër atmosfera aty. Dhe sa është më përshtatësh. Edhe tash unë them të drejtën, unë personalisht nuk e di pse, mirë po personalisht për mua nuk ka qenë në karakterin tim, nuk ka qenë kjo sfidë për karakterin tim, ose themi për egon time. Nuk ka qenë ndonjë sfidë e veçantë, sepse unë kam qenë një person që gjithmonë kam pas qef, edhe më kam bet ende, unë gjithmonë kam dashur me u zhvillu më tutje, me pa veten që po mësoj gjëra të reja, që po zhvillohem në aspektin intelektual, arsimor, kështu me radhë, kështu që gjithmonë dhe të them të drejtën, mandej e pata shumë fatin e madh që në vitin e parë të fakultetit të mjekësisë unë u lidha me disa shok, me disa miq me të cilët ishim në të njëjta gjatësi valore. Dhe ashtu mbetëm që nga viti 1993. Dhe ende jemi të njëjtit, do të thotë. Dhe ajo që ka qenë karakteristik e shoqërisë tonë në atë kohë, ka qenë se ne ka pas, sinqerisht nuk di a është e udhës me përdor termin konkurrencë. Ka qenë një konkurrencë shumë pozitive. Ka qenë konkurrencë e ndershme, ka qenë një konkurrencë fisnike. Dhe ne në vazhdimsi e kemi stimuluar njëri tjetrin. Kemi pasur armiqësor. Prandaj jeni edhe miq, thotë edhe vetë jeni edhe sot se ditë miq, jeni pasi si konkurrent, jo se jo, armiq që s'bëhet fjalë. Unë mendoj se ajo që ne na ka bashkuar në atë kohë është se ne asnjëri nuk kemi pas probleme me egon. Dhe unë mendoj se armiku më i madh i njeriu, edhe nëse lexon libra psikologjisë ose lexon ligjërata, problemi me njeriu është problemi i egos. Do të thotë se ku ti e projekton veten dhe ku me të vërtet mundesh me arrit. Dhe ne si një grup studentësh në atë kohë, atëherë neve na lidhi ajo dëshira, na lidhi edhe ambicia. Edhe ideali. Ideali, absolutisht ka qenë ideali i papërshkruar. U zdi a ka tash ashtu diçka. Fatkeqësisht s'ka. Nuk e di. Se mu se 9 vjet po do të dal aty. Dhe unë e gjeta veten në një shoqni shumë të shnosh dhe ajo mu më shpëtoi shoqërimi me këtë shoqëri me cilën unë isha, dhe sot e asaj dite ata janë secili janë yje në për fushat e tyre. Janë kuadër dikon dhe janë domethënë janë elita e mjekësisë në fushat e veta dhe unë ende vazhdoj t'i admiroj ata. Domethënë sikur se ditën e parë kur jemi takuar, kur më kujtohet sa vite përvoj puni ke dok? Sa vite përvoj tani unë kam përfunduar në vitin 2001. Dhe po bën 24 vite, po. Unë më njëherë pas studimeve unë u kyqa në fakultetin e mjekësisë në atë kohë si asistent, edhe 2002-ën praktikisht. Dhe në 2002-ën unë do të tash kur e menoj që unë i kam 23 vite përvoj pune vetëm në arsim, domethënë edhe për mua ka një befasona sepse deri vonë profesorët e mi. A ke menduar që keme çu ka gjatë në arsim?
Apo je vërtet arsimdashës? Nuk e kam mendu asnjëherë, arsye pse nuk e kam mendu asnjëherë sepse them të drejtën, ndoshta është natyra ime, nuk e di, kur nuk kam pas pritje për kur gjë jetë. Do të thotë kur nuk e kam projektuar veten këtu ose atje, por vazhdimisht e kam jetuar jetën ashtu si më vjen. Mirë po, jam kam tentuar që një ndoshta kjo sigurisht ka qenë edhe ndikimi i edukatës që e kam marrë në familje, sepse nëse një gjë për shembull e kam mësuar edhe jo që më ka thonë dikush, do të thotë jo se baba më ka ul edhe më ka thonë kështu, ose nona, ose po sjellja atyre ka folë që unë domethënë i kam absorbu ato gjëra, domethënë se si është zhvilluar jeta në familje, dhe ajo çka unë praktikisht nëse një gjë e kam mësuar për familjes ka qenë modestia. Edhe realisht jam shumë i lumtur që kam pas prind të tillë që na kanë mësuar jo mua, po edhe vllahut tim dhe motrave të mia na kanë mësuar modestin, dhe kur njeriu e ka modestin, atëherë njeriu nuk e projekton veten posaçërisht, nuk e projekton veten mbi të tjerët. Do thotë nuk mendon se kur në jetë nuk ka menduar se unë meritoj më shumë se ai tjetri ose ai tjetri ose ai tjetri, sepse gjithmonë e konsideroj se si krijes njerëzore na të gjithë jemi gabojmë, të gjithë jemi me defekte, dhe unë edhe ditën edhe sot e asaj dite unë e shoh veten me defekte, me shumë defekte, dhe gjithmonë tentoj me përmirësu veten, dhe po gjithmonë edhe tentoj me gjetë inspirim dhe motivim për njerëzve. Unë nganjëherë inspirohena nga rojtari i institutit ku punoj unë, për shembull, ndonjë muhabet, ndonjë diçka më lën ai fjalë dhe më inspiron për diçka. Burim të inspirimit i kam edhe studentët shumë. Do të thotë absolutisht, po kjo ata që kanë punë me studentë do të thotë është një mundësi shumë e mirë, sepse edhe studentët janë një burim i inspirimit dhe burim i motivimit. Po unë inspirohem vazhdimisht nga njerëz të ndryshëm, absolutisht nuk e gjej inspirimin domosdoshmë të njerëzit të suksesshëm, po e gjej inspirimin të njerëzit shumë të thjeshtë, sepse është ajo fjala që thonë ka njerëz që këtu i njeh krejt bota, po në atë botë nuk i njeh kërkush, po në anën tjetër ka njerëz që këtu nuk i njeh kërkush në këtë botë, po në botën tjetër janë shumë të njohur. Dhe kjo është një fjali që neve na jep një shembull për me mendu thellë sa për këtë çështje metafizike, të themi. Dhe si përfundova në patologji, ti kthem pyetjes juaj, unë atëherë në vitin e 3 të studimeve, unë gjatë kësaj lëndë sa u ligjeroj kjo lëndë dhe sa i mbanim ushtrimet, unë aty mas pari u inspirova nga një natko asistentja, mandej profesoresha ime, dhe u inspirova nga karizma e saj. Do më thonë nga karakteri i saj dhe nga qëndrimi dhe nga fakti se sa ishte ajo e afërt dhe sa ishte fair me studentët. Do më thonë, ajo ishte një person që ishte në atë kohë, do më thonë, shumë high class. Mirë po ka qenë shumë modeste dhe ka qenë shumë e afërt për tokë, ka qenë dhe ka mbetur gjithmonë e tillë, dhe mas pari mu më inspiroi, do më thonë, karakteri dhe personaliteti i saj. Pastaj duke u fut në lëndë, duke i pa problematika që shqyrtohet në atë lëndë dhe kështu me radhë, dhe aspektet që trajtohen, aspekti i mikroskopisë, sepse patologjia mirret shumë me mikroskopi, ne marrim mostra në dorë dhe i bëjmë biopsitë dhe pastaj i fusim në mikroskop, dhe në mikroskop u fut në vështirë se çka kupton me patologji. Patologjia do të thotë patologjia është trungu i mjekësisë, të themi kështu. Patologjia është trungu i mjekësisë për arsye se patologjia do të thotë i studion të gjitha smundjet. Disa thonë që janë mjekët, kurse mjekët e mjekëve janë patologët. Arsyeja është sepse patologjia i trajton domethënë të gjitha smundjet dhe i trajton në aspektin makroskopik, në atë se si shihen ato me sy, dhe në aspektin mikroskopik se si shihen në mikroskop. Dhe natyrisht patologjia, duke qenë se ka evoluar gjatë shekujve, tash në kohën e patologjisë moderne, ne përveç se i shohim biopsitë e ndryshme, mostrat e ndryshme nga organizmi jon, i shohim me mikroskop, dhe përmes ekzaminimeve mikroskopike ne identifikojmë smundjet e ndryshme, shumica janë tumor,
Tani patologjia e re dhe më moderne tashti praktikisht është futur edhe në nivele molekulare dhe tash teknikat e reja të patologjisë praktikisht me metoda molekulare studiojnë alterimet e ndryshme gjenetike të cilat lajmërohen tek smundjet e ndryshme, por gjithashtu edhe duke identifikuar këto alterime gjenetike ne edhe e përcaktojmë indikacionet për terapi të caktuara të personalizuara për smundje, posaçërisht për tumoret. Kështu që patologjia ka evoluar shumë, ka shkuar një rrugë shumë të gjatë që nga fillet e saj kur u mirrej vetëm me autopsi, i bënin diseksione të trupit dhe tentonin që të gjenin shkakun e vdekjes, do thotë ku njerëzit vdesnin nga smundjet e ndryshme dhe ata patologët e parë pionerët e patologjisë i bënin diseksione të ndryshme dhe shihnin se ku po i gjejnë ndryshimet dhe çka ka mund me qenë shkaku i smundjes dhe vdekjes, i përshkruan në aspektin makroskopik. Kurse në ditën e sotme, patologjia mirret me që thënë diseksion molekular, ku ne i hulumtojmë alterimet e ndryshme gjenetike dhe të them të drejtën, gjithmonë është burim i fascinimit, edhe pa marrë parasysh, edhe nëse e menojmë atë patologun e para qindra vjetëve kur i ka diagnoza. Po, diagnoza do me thonë ka evolu Diagnoza ka evolu shumë, do me thonë kanë evolu shumë aspekti diagnostikimit në patologji, natyrisht, po është për shembull edhe një gjë që është shumë fascinante se shumica e smundjeve për shembull ose shumica tumoreve, tipeve tumoreve, të cilat na sot i njohim dhe i përshkruajmë në shekullin e 20 në vitin 2025, janë të përshkruar para 100 vitesh. Dhe kjo është shumë interesante. Dhe kjo tani ne e kemi të gjitha metodat teknologjike që i androjmë i kemi në shuplak të dorës. Apo mirë po para 100 viteve nuk i kam pas një mikroskop dhe po kanë pas shumë vullnet dhe mendoj se kanë përdorur më shumë imagjinatën, kanë qenë persona më imagjinativ dhe i kanë përshkruar smundje të cilat me të vërtetë unë çuditem se i kanë përshkruar atko me mjetet të cilat në atko i kanë pas në dispozicion, do të thotë. Edhe këta janë kryesisht domethënë janë në mas madhe janë mjek evropian që është me të vërtetë për lakmi, domethënë përkushtimi i tyre i madh për me identifiku sakrifica e madhe e tyre, për të identifiku smundjet e ndryshme, për të klasifikuar edhe për të japur domethënë informata prognostike për smundjet e ndryshme e kështu me radhë, që me të vërtetë është fascinuese, edhe mu gjithmonë më fascinon ata të vjetër që thonë se si me metoda me aq të limituara ende diagnozat e tyre, ende smundjet që i kanë përshkruar ata, ende ne i përshkruajmë njëjtë sikur se ata. Kjo është me të vërtetë fascinuese. Kështu që unë tash të kthehem si përfundova unë në patologji. Unë në vitin e tretë të thotë unë me të vërtetë ashtu se ju thash, mandej unë pata edhe lëndë tjera. Kishte lëndë tjera, do me thonë, sepse mjekësia fakultet 6 vjeçar, do thotë vinin lëndë tjera, pas patologjisë vinin lëndë tjera, madje lëndët klinike, mjekësia interne, kirurgjia, smundjet infektive, neurologjia, dermatologjia, ginekologjia. Do t'ju them edhe një gjë që mund të shërbej ndoshta dikujve shikuesve të emisionit tuaj, posaçërisht nëse qëllojnë të janë të studentë të fakultetit mjekësisë. Unë t'ju them të drejtën, çdo lëndë e kam me një përkushtim shumë të madh. Domethënë unë kur e kam mësuar mjekësinë, kur e kam mësuar mjekësinë interne, unë kam menduar se kam u bë internist. Po kur e kam mësuar kirurgjin, unë kam menduar se kam u bë kirurg. Ose kur e kam mësuar neurologjin, ose neuropsikiatrin, kam menduar se kam u bë neuropsikiatër. Smundjet infektive, kur i kam mësuar, kam menduar se kam qenë specialist infektolog. Po këtu do t'ju them diçka që mendoj se mund të ketë vlerë për dikën që don mi ndëgju fjalët e mia. Ndëgjoni, domethënë të mësuarit në fakultet, të mësuarit të cilën unë ja kam aplikuar. Do të gjatë studimeve të mia ka qenë i tillë që të themi, lënda e fiziologjisë, lënda e anatomisë, lënda e patofiziologjisë, lënda e patologjisë, këto janë këtë libra mbi 1000 faqe. Libri internos, mbi 1000 faqe. Libri kirurgjisë, 1000 faqe. Shtojmë me pa 1000 faqe, se lëmë me jemi mësu. Po, do të thot, këto janë lëndë të mëdha. Edhe tashti si qëndron puna. Ajo teknikë që unë ja kam përdorur gjatë studimeve të mia, që ka qenë që një libër i fiziologjisë dhe me 1000 faqe. Unë praktikisht unë e kam marrë dhe e kam lexuar prej fillimit deri në fund pa u ndal.
Dhe pastaj jam kthy pranë fillim, e kam lexuar edhe në herë prej fillimit deri në fund. Pastaj jam kthy edhe në herë, e kam lexuar prej fillimit deri në fund. Pse? Sepse unë nuk kam dashur që kur e kthe një libër voluminos dhe në kapitullin e parë ti ngelesh në proceset që nuk i kupton, ajo të frikon, se i ke edhe 900 faqe tjera përpara. Dorëzohesh me njëra. Edhe ti dorëzohesh me njëra, dhe ajo të krijon një ankth. Edhe të krijohet një distancë mes teje dhe librit. Dhe për mos me u kriju distanca mes teje dhe librit, mos me kriju ndjenja ankthit, ti vazhdimisht e lexon një herë tre. Dhe ndodh që mas një kohe, që thojmë ne në mjeksi, nga perspektiva e miut eksperimental, fillon të ngritesh në perspektivën e zogut dhe fillon të shesh landën nga lart. Kupton? Dhe kjo kërkon kohë. Kështu që për shembull, mos ta ngushtos, s'po kemi kohë, po ne mos po kemi. Jo, kjo kërkon kohë. Unë për shembull, mu pengon tash studentët e mjekësisë më thonë hina 3 provime këtë afat. Për shembull, mu pengon ajo, edhe unë mendoj që nuk është rregull. Pse? Ajo çka unë mendoj është. Unë për shembull lante mëdhaja 6 muaj i kam mësuar. Si student unë kam kushtuar 6 muaj. Ka ndodhur unë jam shku me shokët mi të studimeve, për shembull, më kanë thirrë me ju sqaruar disa gjëra, sepse ata nesër kishin me një provim, unë nuk kisha me një nesër, e kisha lënë për afatin tjetër. Arsyeja është pse? Sepse ti kur e mëson një landë voluminoze, nuk mjafton vetëm me i mësuar ti detajet e asaj lande mi majtëm përmend, por ti duhesh me e kuptu filozofinë e asaj lande. Thelbin e tyre. Thelbin. Duhesh ta kuptosh thelbin, filozofinë, që ne thojmë kanjëherë çfarë do është autori të thotë. Pikërisht. Apo më kuptoni? Mos zbulu vetë pastaj. Pse? Sepse nëse ti e mëson një landë që është fiziologjia, nëse e mëson ti mundesh teorikisht me mësu për 2-3 muaj. Teorikisht mundesh me mësu për 2-3 muaj, ti mëson përmendsh ato detaje. Një muaj pas afatit provimit çdo sen, apo? Shkon në provim, e luan rolin e papagallit, e merr 10. Nota është në indeks. Po çka ke përfituar ti nga ajo? Çka ka me pse edhe Çka ka me prej asaj? Për këtë arsye sepse shihni, ne në fund kur e përfundojmë fakultetin e mjekësisë, ne do ta zgjedhim një specializim. Apo kupton? Për shembull, ne e kryjm fakultetin e mjekësisë, edhe në fund vendosim po du më bë për shembull dermatolog. Edhe ti kemi marrë vetëm me dermatologji tan jetën. Mirë, po këto të djegan këto, domethënë gjithë ato lëndë, gjithë ato bagazh që e ke kriju, do thotë si mjek, domethënë të digjet. Mirë, po kur nuk dihet, edhe pse mos mendo se si dermatolog ty nuk të hind në punë ato që e ke mësuar në fiziologji, ato që e ke mësuar në patologji, ato që e ke mësuar në anatomi, ato që e ke mësuar në patofiziologji. Ato që e kemë mësuar në pulmologji, do të thonë gjithmonë. E tashti unë mendoj se për shembull e bëjnë gabim, unë e shoh gabim të studentët e mi dhe unë ju bëj vretje. Unë i them pse duheni me hy 3 afate, 3 provime me një afat. Për çka e keni gjithë këtë nguti? Sepse unë mendoj, domethënë dituria është ajo fjala. Përsëritja është nona e mësimit. Sepse ti duhesh me i përsërit gjana, duhesh me i përsërit në vazhdimsi, dhe duke u përsërit, duke u lexu, ti fillon me i kristalu gjanat edhe fillojnë ato fajlat me ranë në trunin tonë, me u palos njëna me tjetrën, edhe fillon me kriju ti. Edhe fillon me kriju lidhjen kauzale, por momentin kur ti e ke kuptu filozofinë, thelbin e lëndës, çka ndodh? Ndodh që unë për shembull unë jam tash profesor në fakultet mjekësisë dhe unë një student mund ma gjet një pyetje për një proces të caktuar. Unë mund të ndodh që nuk e di në atë detaj. Por unë e aplikoj tash domethënë filozofinë e funksionimit, njohuritë e përgjithshme filozofinë se si funksionon mjekësia dhe i bëj lidhje dhe i them shiko unë mendoj se kjo duhet me qenë kështu. Ose kjo duhet me qenë në këtë drejtim, ose udhëzoj ka me shku. Dhe kjo është ajo. Për këtë arsye unë mendoj që shihni, çdo provim, jo vetëm në fakultetin e mjekësisë, unë mendoj se në çdo studim, studentët nuk duhet me ju dhimbë koha që mësojnë që e kalojnë mbi librin. Domethënë nuk duhet me të dhimbë koha që e kalojnë mbi librin dhe duhesh vazhdimisht me përsërit dhe ti nuk mundesh me hyrë në provim në momentin kur thu unë i mësova këto përmend këtë proces edhe unë nesër po hy në provim. Por ti duhesh me kuptu thelbin, filozofinë, kuptimin e lëndës që ne kemi mësuar. Dhe pastaj e hyn në provim, e bën një pauzë, i lën edhe pak me flajt ato në trurin ton, dhe mandej kalon në lëndën tjetër dhe ja kushton respektin. Unë për vetë kur kam pas nesër në provim të provëm se s'kam lexuar kur nuk e di pse. Gjithmonë i kum ngatru, veç i ngatru edhe më shumë. Po pra, domethënë secili e ka teknikën. Deri në përpara
kam lexuar shakomut. Në natë përpara jo, veç qetjem kom. Kom him. Kështu këto gjithashtu këtë teknikë e ka aplikuar një mik i imi shumë i mirë, doktor Flamuri, kemi qenë së unë ka qenë ylli i gjeneratës, unë edhe admiroj shumë, mik i imi i ngushtë, dhe ai e ka aplikuar këtë teknikë. Do thotë, na secili dallon për nga, domethënë, natyrisht njerëzit dallojnë për nga koeficienti i inteligjencës. Apo kupton? Mirë po dhe njerëzit dallojnë nga ajo, nga aftësia për të mbajtur mend gjëra. Edhe ajo qëndron. Mirë po gjithashtu njerëzit dallojnë për nga inteligjenca emocionale. Inteligjenca emocionale është ajo që unë mendoj e jap dimensionin e tretë gjërave. Do thotë nuk mjafton vetëm ti mbash mend gjërat, proceset, edhe ti jesh në gjendje të manipulosh me to rrethana të caktuara. Po ti duhesh ta kuptosh filozofinë e proceseve të cilat ndodhin, edhe ti duhesh ajo diturit duhet të piqet te ti, dhe ta kuptosh filozofinë e proceseve të cilat. Dhe unë e kam aplikuar këtë metodë dhe nuk jam pishman dhe sepse unë tani si patolog që jam, unë shpesh ndodh për shembull gjëra që kam mësuar nga mjekësia interne në kohë studimeve, unë më hy në punë në të menduarit tem dhe kur navigoj nëpër algoritmet e ndryshme të diagnozave diferenciale, unë e përdori njohuri, unë realisht edhe ju them edhe kolegëve edhe specializantëve të rinj, edhe kolegëve që janë më të rinj se unë. Ndan çdo përvojë tonë, shumë mirë. Absolutisht, sepse natyrisht edhe është edhe kush vetë merr pastaj çfarë don. Po, shumë mirë e thatë. E thatë një gjë shumë të dobishme, edhe po ju falenderoj për këtë që e thatë, sepse realisht çdo person i cili është profesionist, po saqërisht personat që janë pozita akademike, jo domosdoshmërisht mund t'i bindim njerëz me fjalët tona, sepse njerëzit është ajo fjala cila do të jetë forca e argumentit tënd, njerëzit e besojnë vetëm ata që dojnë. Mirë po unë mendoj që çka mund të bëjmë, mund të jemi shembull për dikën. Domethënë, ajo është jo domosdoshme fjalët tona, po me mënyrën se si sillemi, me mënyrën se si i zgjedhemi rastet, domethënë aspektin profesional, e kështu me radhë. Unë personalisht nga profesoresha ime kam mësuar shumë, domethënë jo domosdoshmë vetëm gjëra nga patologjia, kam mësuar edhe gjëra tjera të cilat mua më kanë hyrë në punë dhe më kanë formsuar tërë atë bagazhin tim, po sepse realisht ne mjekët përveç se jemi profesionist, ne jemi edhe intelektual, dhe duhet të jemi intelektual. Dhe çdo profesionist, përveç si arkitekti, ekonomisti, juristi, përveç se jemi profesionist, ne gjithashtu e kemi bërë të jemi edhe intelektual. Dhe intelektualizmi është një diçka tjetër përveç profesionalizmit. Dhe kemi nevojë që ta ushqejmë, domethënë, gjithashtu edhe intelektualizmin ton. Ajo nuk e thash rastësisht atë sa i përket lëndëve që do të thotë që i kam teknikës që e kam aplikuar në të mësuarit e lëndëve, sepse unë e shoh tani një trend për shembull në shoqërinë tonë që njerëzit me gjysmëlibri tentojnë me jap me qenë arbitër të çështjeve të ndryshme. Po, do të thotë dhe shihni unë për shembull jam në staf akademik në Fakultet Mjekësisë dhe sinqerisht unë nesër kam ligjëratën, unë nesër e përgatis ligjëratën, unë sonte e përgatis ligjëratën për nesër, edhe pse jam që 22-23 vite në Fakultet Mjekësisë, sepse shihni është përgjegjësi e madhe. Do të thotë ty studentit pyet diçka dhe ti duhesh më jap rrugën e drejtë. Domethënë, kjo është që mësuesi ka thonë edhe sigurisht shkollë fillore. Ajo sepse edhe gabuan çfarë përgjigje ka thënë mësuesi edhe u grupuna. Po. Domethënë sepse ti je arbitër. Domethënë ai ty të pyet për një proces, ai ty të pyet për diçka dhe ajo çka i thu ti je arbitrazha. Do të thotë, edhe ti nuk e ke komoditetin, nuk e ke luksin që më thon hajt se s'ka lidhje se do të thotë edhe nëse kam gabim. Kjo është tërheqjem pak paralele dok. Tregon. Prej kohës kur ishi student, si e shehnit profesorin para jush dhe si po shihet sot figura e mësuesit e profesorit përgjithësi para studentëve të sotëm, si është pa dikur dhe si po shihet sot. Tash unë me modestinë më të madhe, unë jo profesorin e Fakultetit Mjekësisë, po unë edhe arsimtar të shkollës fillore kur isha unë ngushtohem. Domethënë sepse është puna e mësuesit është një përgjegjësi e madhe. Domethënë këtë civilizimi zhvillohet në relatat mësues-nxënës, mësues-nxënës. Formësimet njerëzve.
Të dy partë jemi pjesë Absolutisht. Dhe përgjegjësia është përgjegjësi shumë e madhe. Edhe them të drejtën, jo vetëm unë, por këtë gjenerata ime, domethënë unë shpesh e diskutojmë, disa prej tyre na i kemi miq që jemi akademik tash në fakultet mjekësisë, edhe e diskutojmë kohë pas kohe këtë çështje. Themi se në atë kohë, për shembull, në atë kohë ne e kemi pas problem, ne edhe asistentit që na i ka marrë ushtrimet, ne nuk e kemi ndi vetën të lirë të i drejtohemi bash lidhje pa lidhje, ose me çfarë do kërkesë, ose me çka do. Tani, tash studentët shkruajnë Viber. Apo kupton, studentët shkruajnë Viber ose shkruajnë mediume të ndryshme, shkruajnë Facebook, shkruajnë WhatsApp, metoda e mënyra tjera, edhe ndoshta për çështje që edhe për diçka që nuk kanë të drejtë. Realisht. Do të thotë, është një rrije e tepruar, mirë, po nuk është diçka që unë të them të drejtën, unë që 23 vite që jap në mësim në fakultet mjekësisë, unë të them një gjë që përsëris kohë mas kohe. Në jetën time dy aleati kom pas, në jetën time profesionale dhe akademike, dy aleati kom pas që s'm kanë dështu asnjëherë. Studentët dhe pacientët. Studentët dhe pacientët, asnjëherë s'm kanë dështu. Edhe i kam pas aleat dhe vazhdoj t'i kem aleat. Dhe natyrisht që kam dashuri shumë të madhe ndaj studentëve, po e di se ma kthejnë. E di se mbas feedbackut që ma japin ata në vazhdimsi, sepse tani ata studentët që kanë qenë studentët mi tash janë mjek në klinikat e QK-s. Kjo është më i madh i gjithë secilit prej nesh të mësimdhënës, suksesi i nxënësve tanë, studentëve tanë. Absolutisht. Unë para një kohë, po jo vetëm në këtë rast, e kam pas babën e sëmur dhe ra puna që ai u i desh të qëndroj më tepër se një muaj në mjekimin intensiv qendror, në gjendje komatoze në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, dhe sinqerisht unë sa herë kam vizitu babën tim, aty ka pas mjek që unë jam hyrë në korridor dhe të gjithë më kanë përshëndet, mirëmbrëma profesor, përshëndetje profesor, mirëmbrëma profesor, unë nuk i njeh ata, kush janë. Mirë, se ata jam bën numër i madh. O eci rrugës, mirë dita më përshëndesin. Mirë po, kjo flet, le atë, po tash edhe gruaja ime, e cila është mjekë stomatologe, punon në Qendrën Klinike Stomatologjike të Kosovës, nuk ka ditë që s'm thot u lajmëron disa studentë tu. Më thanë, a jeti shoqja e profesorit, edhe vazhdimisht fjalë pozitive, mu më bën muni, natyrisht se më bën muni mirë po thënë diçka të drejtë. Nuk është se unë kënaqem ose ma shton narcisizmin kjo punë. Jo, nga saj. A thënë të drejtë. Thjesht bash ta bën falëndërues tek krijuesi. Falëndërues sepse unë kur asnjëherë nuk kam mendu që unë po bëj diçka të veçantë. Apo kupton? Sepse ajo ka qenë në frymën e edukatës time, familjare, dhe mu më ka ardhur gjithmonë kjo diçka si shumë e natyrshme. Dhe më çudisin, për shembull, më çudisin profesorët arrogant ndaj studentëve. Unë është e vërtetë që unë jo të gjithë studentëve ja akomodoj të gjitha çdo dëshirë. Po ata e dinë në sytë e mi që unë nuk kam hile, unë nuk kam hile. Nuk jam të ushtru narcisizmin se egon time ndaj tyre. Por janë këto kufi dhe ata gjithmonë për sa kam jam mësim, gjithmonë ata i kanë akceptu kritikat e mia, përgjigjet e mia negative. Do thot kur asnjëherë nuk më ka ardhur ndonjë feedback për këtyre se i ka me dikuj hatër ose diçka. Bile ka qenë një ngjarje interesante një herë, ishim duke shkuar në pushime me shoqën, edhe fëmijët e vegjël ishin, edhe unë unala në atë kohë ishim vonë me makina sepse rrugë e gjatë, unë ishim edhe, si me thonë, unë ishim ndoshta 2 natës, kështu, diçka që shtu ka qenë, edhe sa po dolëm, natyrisht me njerë, kur ke fëmijë të vegjël, dosh me shku më unë në barnatore. Natyrisht, po, mi marr barnat e domosdoshme për fëmijë, nëse s'muan rrugës, ose nëse s'muan gjatë pushimit. Edhe unë hyna aty në barnatore, edhe ish një shitsi aty, edhe unë pëthom mirëmëngjesi, Imralt, ai shitsi, ndrimi natës, mirëmëngjesi, mezi folke, thash, këto që janë këto, dhe me thonë këto barna që janë që për fëmijë, një sirop antibiotik, një sirop antipiretik për temperaturë, e gjana tjera, antialergjik,
e kështu me radhë, edhe mi vendosi aty, edhe i mora, unë i pagova, edhe duke dalë, edhe unë thom, miru pafshim profesor. I dhanë me ndiko. Miru pafshim profesor. Jo, Ajo. edhe unë tash unë dala, gjysë rrugës, unë tu dalë prej lokal prej banatorës, edhe u ktheva atë kom pas student, tha po. Thash, a mos kom hin haka diçka se edhe diçka thash mral diçka m'folje. Jo, valla tha, bile krejt qa di për te i di. Subhanallah. Edhe për mu, edhe shumë la për shtypja, mande u futa në makinë edhe i shaf shoqet, shiko që ndodhi, thash shumë mral të mpriti, thash unë mendova, thash mos diçka, i kom hin hak, ose diçka, ai më tha jo, tha bile tha krejt qa i di, tha për te i di. Shpesh është një feedback shumë pozitiv, shumë i këndshëm, po këto unë mendoj se këto e kam trashëgimi prej babës, se baba im ka qenë arsimtar. Ka qenë arsimtar në shkollë fillore, edhe kjo do të vjen shumë interesant në një shkollë fillore të Stantërgut, nëse dini Stantërgu ku është në Trepç, në të Mitrovicës. Në bicikletë më shkruaj atje bile, se jam biciklist. Apshe, do të thonë edhe babi ka punuar atje 30 vite ka qenë atje arsimtar. Dhe ka qenë shumë interesant se babi në Mitrovicë kur e takoni, do thotë kur isha rastisht me qenë me të në rrugë, e nalshin ata thoshin mësuesi Ibrahim. Disa njerëz dukshin më të vjetër se ai. Prap mësues titull. Mësuesi Ibrahim, me çfarë respekti e trajtojshin, me çfarë fjalë. Po ajo që më kalon për shtypje ka qenë qëndrimi i babit tim, sepse baba kur folte me ta folte si me shok. Kur asnjëherë nuk e ke po atë që të maj qëndrim para nxënësve të tij. Gjithmonë ka rënë në nivel. Dhe kur ndroi jetë, Allah e pas të më mëshiru, vinin në të pame, domethënë nga gjitha gjeneratat. Vinin në të pame gjenerata shumë të reja. Vinin 30 vjeçar dhe thonin, Agjen Ibrahim e kam pas shok. Domethënë nga gjitha gjeneratat vinin dhe thonin e kam pas shok. Dhe mendoj se ai ka pas një inteligjencë emocionale të veçantë që ka ditë me navigu shumë në raporte me njerëzit dhe ka qenë natyrisht, nuk ka qenë mendje madh dhe nuk po botri më mirë me shok shumë, nuk është lehtë. Duhet kogja punë, kogja angazhim duhet. Është shumë e vërtetë. Edhe unë ndoshta e kam mësuar prej tij në ndërdije, e kam trashëguar ose diçka kam mësuar prej tij sepse unë me të vërtetë, po edhe qysh nga fillimet e karrierës time akademike, unë gjithmonë me studentët kam komunikuar sikurse me kolegë, sepse edhe në atë kohë qysh në atë kohë e kam ditë që edhe kur bisedonim me këta kolegët e mi, domethënë të akademik, i thosha gjithmonë, sheh këta bëhen mjek shumë shpejt na bëhen kolegë këta. Edhe unë sot e kisha në provim, veç kur ishim modokjes nesër, e shisha në klinik dikon të më jap shërbim. Dhe gjithmonë ne realisht shihni edhe fakulteti nuk është shkollë e mesme, nuk është shkollë fillore. Fakulteti është diçka fakultative realisht. Fakultative, domethënë njeriu hyn aty, është një zhvillim profesional. Nëse don e përfundon, nëse s'don e lën. Mirë, po ne të gjithë aty jemi shok, jemi kolegë realisht. Dhe edhe duke qenë aty dhe do t'ju them edhe një gjë, se ju thatë si janë tashti raporte, si sillen studentët tani me profesorët. Shihni, studentët sillen me profesorët ashtu si ne ja u lejojmë. Ose si ne e krijojmë shembullin për ta. Se varësisht se çfarë shembulli ne japim për ta, ashtu sillen ata me neve. Ne nuk mund, nëse studentët nuk të vinë ligjërata, nuk jetu jap. Nëse studentët nuk si profesor dikun kjera vetë provimit, domethënë. Po çalon Jo, unë të them të drejtën, unë nuk kam ra kur për provim. Jo, po them kur tha që nëse s'vin studentët, dikun kera. Dikun ke bën mirë. Kërkoj defektin të vetvetja. Duhet të kërkosh defektin të vetvetja. Nëse ty studentët nuk të vinë në ligjërata, ti nuk e ke ligjërata, nuk je interesant për ta. Tasheni sepse studentët nuk kanë kohë me u. Koha është shumë e vlefshme për studentin. Domethënë, dhe studenti shkon në atë ligjërat ku me të vërtetë mëson diçka, absorbon, sepse ai mund të më lexuat të shtëpia. Përfiton pikërisht. Plus tash ka metoda, tash ka burrime të shumta të informacioneve. Domethënë ata janë të bombarduar me informacione. Atyre ju vijnë informacionet kado. I kanë në pëllëm të shuplakës. Dhe nëse për shembull një kohë ka qenë në fakultet
më kujtohet me disa minuta studentëve nuk bën më jap, ose me kaq % ligjëratave nëse nuk kanë nuk bën më jap, nuk bën milion me hyrë në provim. Jo, unë mendoj për mua ka qenë nuk ka qenë arsyeshme për shkak se një student mundet mos me të artë një ligjërata, mirë po kur vjen në provim ai ka me dëshmu dije, ka me t'jap dije që është 100%, dije për dhejqe. Domethënë kur vjen studenti në provim, ti je duke e vlerësuar atë për diturinë që ai ty po të jap. Mënyrën se si e ka arrit deri te dia ai, ajo është çështje e tij, sepse realisht ne në fakultet, në studime të gjithë jemi të rritur. Edhe studenti është person i rritur. Edhe unë jam person i rritur. Do thotë në të gjithë jemi të formsuar, të gjithë kemi ka një bagazh aty. Dhe nëse studentët nuk të respektojnë, është se ti nuk e respekton ata. Do fatkeqësisht bisedat e mira na them gjithmonë që shkojnë shpejt. Shumë shpejt, fluturoj. Kohën e kemi pak të kufizuar, po dashur Zoti që kalojmë shumë mirë. Për shumë porosive që dha, do Zoti që ata që po na ndjekin të përfitojnë prej tyre, një porosi për fund të emisionit. Si doktor, si profesor. Shini, ajo që kohët e fundit është një porosi që kohët e fundit ju them studentëve, është që tani unë jam mjek. Dhe unë ju them studentëve, ju jeni të bekuar për dy gjëra. Për njërin gjë jeni të bekuar se keni pas mundësinë, ju ka jap Zoti mundësinë me studiu mjekësinë, me studiu krijesën më perfekte që ecë në këtë planet. Domethënë ju e studioni profesionet tjera nuk e kanë atë mundësi. Mundësia edhe bekimi i dytë që e keni është që keni mundësi me bë mirë çdo ditë. Do thot ekonomisti, arkitekti, juristi nuk ka mundësi me bë mirë çdo ditë. Nëse më shpëtoi jeta ka. Do thot kurse mjeku ka mundësi me bë mirë çdo ditë, në çdo moment, në çdo orë, çdo moment, çdo sekond ka mundësi me bë mirë. Dhe këto i ki dy bekime. Për këtë arsye unë ju them, ruajeni modestinë. Sepse modestia, nëse e ki modestinë dhe i bekon këto dy gjëra, je i shpëtuar. Po shtojmë s'po heqim kur gjë. Zoti e bekoft edhe shpërblet punën e juve, siç ne ka porosin Korani Fesnik se e shpërblen ai kushdo që shpëton një jetë, kështu që po të falenderoj nga zemra për praninë sonte këto. Dhe Zoti që ai fituesi i këtyre ditorive që jam unë i pari këtu në studio, pastaj ata që po na shohin deri tash. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, për mua ka qenë një djend e posaçme, e kënaqësisë të jam këtu në mediumin juaj edhe në shoqëri me ju, dhe shpresoj se nuk do të jetë hera fundi që do të bisedojmë. Jo, do të bezdisim pak kohë pas kohë tash nuk titulojmë as si doktor. Po e falenderoj sinqerisht doktorin për kohën dhe gjithë këto fjalë të mira që i tha. Po falenderojmë edhe juve që na ndoqët deri këtu. Ju vazhdoni që ndrojeni me ne sepse ne jemi me juve 24 orë 7 ditë javës në emisionet tona ditore dhe javore. Takojmë në emisionet tonë të radhës fundon me profin. Deri atëherë mirëmbëjtje, selam aleikum dhe natën e mirë.